Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kura natyrale me trëndafil tegër që ka habitur edhe mjekët me efektin që ka për reumatizmën. Reumatizma është një nga sëmundjet që ka të bëjë me dëmtimin e kyçeve të trupit, të cilat në çdo lëvizje të trupit shkaktojnë dhimbje. Mjekët deklarojnë se një regjim i dobët ushqimor dhe mungesa e aktivitetit fizik janë dy nga faktorët kryesorë që sjellin probleme me kyçet. Shumë studime të mirënjohura mjekësore, të cilave i referohemi sipas health.com, kanë dalë në përfundimin se përdorimi i trëndafilit të egër në formën e pluhurit ose pudrës redukton me 90% rastin e dhimbjeve nga reumatizma. Trëndafili i egër konsiderohet si një nga bimët medicinale më të mira për sa i përket lehtësimit të dhimbjeve të reumatizmës, duke ndikuar në shëndetin e kockave dhe në forcimin e tyre. Pluhuri i trëndafilit të egër përgatitet edhe në doza të ndryshme ditore. Pluhurin e trëndafilit të egër mund ta gjeni në farmaci si suplement, në dyqanet organike ose mund të përgatisni edhe në mënyrë natyrale vetë. Mjafton që të keni një sasi të konsiderueshme të trëndafilit të egër, të cilën duhet ta mbani edhe të thatë. Shtypini ato fort në një avan guri dhe më pas i kaloni në një sit kuzhine për të përfituar pluhurin. Sipas të dhënave, doza ditore rekomanduar për përdorimin e pluhurit të trëndafilit është 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret për 1 deri në 3 muaj dhe mund të konsumohet i shkrirë në një gotë me pak ujë ose direkt duke e golltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmën si dhe doza e tij nuk do të merret pa u konsultuar më parë me mjekun tuaj. Nga një eksperiment i zhvilluar në Britaninë e Madhe nga Instituti për Kërkime Shkencore ndaj Sëmundjeve Reumatizmale, ka rezultuar se personat me osteoporozë 3 javë pas përdorimit të suplementeve të trëndafilit të egër patën një përmirësim të dukshëm në reduktimin e inflamacionit të kyçeve dhe dhimbjeve të tyre. Bazuar në këto rezultate, ekspertët rekomanduan përdorimin e suplementeve të trëndafilit të egër pluhur për personat që vuajnë nga artriti për një periudhë 1 deri në 3 mujore. Trëndafili i egër është një nga bimët që rritet në shkure dhe vlerat e tij për lehtësimin e patologjive të ndryshme janë vërtet të pallogaritshme për shëndetin. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e sëmundjeve janë frutat që përfitojnë pas tarjes së luleve. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft në reduktimin e disa prej sëmundjeve mjaft të përhapura. Një ndihmë të madhe ka dhënë në të sëmurët me anemi, për rritjen e numrit të rruazave të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës. Mjekët këshillojnë që të sëmurët të pinë 2 herë në ditë nga një gotë me çaj në përfituar nga frutat e coptëzuara të bimës. Për përgatitjen e çajit nevojiten 7 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një me ujë dhe lihen të zjenë për 10 minuta. Më pas ëmbëlsohen dhe pihen çdo ditë para buke. Rezultate të mira kjo bimë jep edhe në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, të mushkërive ose ftohjes edhe problemeve të pirjes së tepërt të duhanit. Shpesh dëmtime në mushkëri shoqërohen edhe me shfaqjen e kollës. Mënyra më e mirë për largimin e saj është çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë derisa të kemi shërim të plotë, por kolla të mos ketë lënë gjurmë. Ashtu si shumë bimë të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i dhimbjeve të stomakut dhe fryrjeve të barkut gjatë ftohjes. Ekspertët këshillojnë 2 gota çaj në ditë para buke dhe shqetësimet do të largohen shumë më shpejt. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj jep efekte të menjëhershme. Te njerëzit që vuajnë nga depresioni këshillohet të pihet çaj i përfituar nga trëndafili. Pirja e çajit çdo ditë ndihmon në lehtësimin e situatës. Jo vetëm frutat e bimës, por edhe vaji që nxirret prej gjithëve të tij ndihmon në lehtësimin e problematikës. Rezultate të shkëlqyera jep në shqetësimin e tëmthit dhe rricasinë e lëngut në të. 6 deri në 7 pika të vajit hidhen në një gjysmë gote me ujë dhe pihen çdo mëngjes. Vaji këshillohet të përdoret edhe në qetësimin e dhimbjeve tek femrat. Shumë i rëndësishëm është vaji i bimës në shërimin e plagëve dhe shoqërohet me hemoragji. Një përbërje tjetër e vajit ekziston edhe një substancë që mundëson piksin e gjakut që ndalon edhe hemoragjinë. Për këtë arsye lyerja 3 herë në ditë është shumë e rëndësishme. Trëndafili i egër ose rosa canina, siç quhet në latinisht, është një bimë që mund të gjendet kudo ku ka shkure dhe ka një përbërje të gjerë në të gjithë vendin.
Duke nisur nga pesha, trëndafili i egër përmban 40 deri në 50% më shumë vitaminë C se portokalli. Përgatitja e një doze lëngu përdoret edhe si një tonik. Në sajte përbërës anti-inflamator, kjo bime çmuar ndihmon në parandalimin e rrullave dhe në plakjen e parakohshme. Lyeni me pak pambuk lëngun magjik dhe më pas e kaloni në fytyrë, impakti është një ndjenje e këndshme dhe e freskët. Kjo bimë mund të lulluzojë vetëm një herë në vit në muajin qershor. Frutat e saj janë të vetmet pjesë të bimës që shërbejnë për lehtësimin e sëmundjeve, dhe sjellin gjithashtu rezultate të kënaqshme edhe në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Trëndafili i egër, Rosa canina, është një ndër bimët medicinale më të çmuara për nga vlerat e saj ushqyese. Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë super bimë. Kjo recetë trajton problemet në veçanti si reumatizma, diabeti, problemet me zemrën, por mund të përdoret edhe për të gjithë pasi është krejt e shëndetshme dhe pa efekte anësore. Rekomandohet që receta të vazhdohet për 30 ditë, të ndalet për 2 javë dhe më pas të rifillohet sipas dëshirës. Dhe nëse merrni medikamente përpara përdorimit, konsultoni gjithmonë me mjekun tuaj. Për përgatitjen e kësaj recete, duhet të shtypni 8 kokra trëndafil të egër të freskët ose të thatë dhe t'i zjeni në një filxhan çaji ujë. Masën e zjeni për 15 minuta, më pas e lini të ftohet, nëse preferoni mund ta ambëlsoni me pak mjaltë. Këtë recetë mund ta përsërisni dhe ta përgatisni 2 deri në 3 herë gjatë ditës dhe ta konsumoni sipas nevojës. Një nga efektet pozitive të kësaj recete është edhe përmirësimi gjithashtu i luhatjeve të sheqerit në gjak. Për personat që vuajnë nga ndryshimet e shumta të sheqerit në trup, mund të përdorin këtë bimë si një ndihmës shumë i mirë vetëm në rastet se nuk marrin medikamente. Ekspertët e bimëve mjekësore e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të lehtësuar luhatjet e sheqerit. Sipas studimeve, etanoli të trëndafili i egër shërben si antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist për përbërësit e trëndafilit të egër dhe vlerat e tyre kundër sheqerit. Ai ndihmon gjithashtu në një punë më të mirë të shëndetit të zemrës. Trëndafili i egër përmban element që përmirësojnë shëndetin e zemrës të personat obez. Sipas të dhënave të cilave u referohemi, trëndafili i egër ul tensionin e gjakut dhe kolesterolin e keq. Si rrjedhoi trëndafili i egër ul shanset për problemet vaskulare dhe humbje si pasojë e jetës nga këto shqetësime. Shumë studime janë bërë te njerëz mbi peshë që kishin nivele të larta të kolesterolit dhe tensionit dhe zbuluan rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër krahasuar me medikamentet farmaceutike për këto 2 simptoma. Lehtëson të ftohtin. Trëndafili i egër ka në përmbajtje të lartë vitaminën C. Si rrjedhoi mund të përdoret si recetë kundër të ftohtit. Për më tepër, trëndafili i egër i vjen në ndihmë gjithashtu edhe shëndetit tuaj të kockave dhe mund të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Gjithashtu, lehtëson problemet e lëkurës. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në disa probleme të lëkurës. Vajrat të trëndafilit të egër janë terapeutik. Shuajnjollat e lëkurës hidratojnë dhe zbusin shenja në lëkurë. Lehtëson çrregullimet e stomakut. Trëndafili i egër mund të përdoret për të trajtuar edhe problemet e stomakut, spazmat, irritimet dhe ulçrat. Kryesisht është të përdorur si një tonik për stomakun dhe për tretjen. Ai ka qetësuar dhe trajtuar problemet e simptomave si diarrea, zora, fshikza dhe infeksionet të traktit urinar. Ai forcon edhe sistemin imunitar. Trëndafili i egër është një element që duhet të përdoret në mekanizmat mbrojtës të trupit. Parandalon infeksionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon infeksionet imunitare, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyr, rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe shuan etjen. Dhe përdorimi i tij i vazhdueshëm në dietat tuaja mund të përmirësojë gjithashtu në mënyrë të këndshme shëndetin tuaj. Përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.